kemi një operacion masiv të blerjes së pronave. Dhe në këtë blerje masive të pronave, ka të bëjë sigurisht me një projekt Izraelit. Është hera e parë që del nga burime amerikane ky informacion. Deri ka qenë burimet e Altin Goxhës. Tash kemi kaluar në Amerikë. Pra ka filluar të hapet loja. Pra të bjerë në sy loja. Unë kam shpjeguar këtë në shtator 2024 për të parë, që Shqipëria pas ka qenë plan për të shpopulluar dhe për të zëvendësuar popullsia shqiptare me kolon Izraelit, fiksoni këtë fjalë, me kolon Izraelit. Dhe kam përcaktuar për shkak të kolonëve edhe llojin e emigrantit. Më dëgjoj se është shumë e veçantë. Unë nuk e kam ditur para gushtit 2024 se kush do jetë kategoria e emigrantëve fiks për Shqipërinë. E kam mësuar në shtator 2024. Kur e mësova? E mësova kur kuptova kush do jenë kolonët e Shqipërisë. Ti nëpërmjet kolonit kupton slllavin. Cili lloj sllavi do jetë? Dhe unë bëra llogarit në atë kohë, edhe për shkak të statistikave të kohës, dhe më doli që Shqipëria pas ka preferencë në emigracion të politikës qeverisë tonë, Indin, Filipinet, Amerikën Latine dhe Ukrainë. Atëherë hym në analizë. Sapo Shqipëria ka vendosur marrëdhënie me Indin diplomatike, mora vesh? Kush ishte shkaku? Ligjor, de jure. E shpjegon një biznesmen i ndyrë që ka Shqipëria, ja rrova emrin, Andrea po ma gjithë mirë do mbënte. Ky Zagari ka dalë në televizor dhe ka thënë na duhen 1 milion dhe 2 milion emigrantë. Ti zëvendësojmë shqiptarët. Ky biznesmeni publikisht, sepse ka nevojë tregu për konsumator dhe për njerëz që marrin ekonominë gjallë. Ti lëm këto budalliqet jo po kombi jo po popull. Ky biznesmeni ka dalë me Ramën në televizor duke lobuar për ambasadën e Indisë. Dhe ky është lobisti i ambasadës së Indisë në Shqipëri për të hapur. Domethënë, Shqipëria ka pas marrëdhënie diplomatike, por s'ka pas ambasadë indiane. Sepse nuk ka pas interes India, dhe as Shqipëria për të pas një ambasadë. Për shkak se nuk kishim ndonjë volum tregtar apo ndonjë. Këto ditë ka qenë edhe ky lajm i ambasadorit në indian. Po jo, është me shkallë kjo punë. Dhe ky tipi, ky Legeni, ky që s'm vjen emri, po ma gjithë Andrea, do ishte dhuratë ose dikush që ta ndjek. Ky biznesmeni ka dalë në televizor dhe ka thënë që Shqipëria ka nevojë për 1 milion emigrant, po edhe 2 milion. Dhe ka dalë me Ramën ke piramida. Duke majt fjalim, duke lavdruar Ramën dhe Rama duke lavdruar këtë, ku ky thotë Ramës që na hap ambasadën e Indisë në Tiranë që ne të marrim 1 milion indian. Po. Dhe ka filluar lobimi. Ky ka qenë një nga negociatorët. Dhe lobimi ka qenë që të hapet një ambasadë shqiptare në Indi, që ajo të rekrutoj 1 milion indian, 100.000 indian, nuk e di sa, po di që vetëm për këtë periudhë kemi një shumë fishim, jo përqindje, po shumë fishim. Dhe finalja ishte dje, apardje, kur ambasadori i sapo e ardhur në Shqipëri, tha kam ardhur për këtë gjë, për të sjellë indian në Shqipëri, dhe ne do të sjellim shumë indian se jemi popull punëtor dhe kemi çfarë sjellim. Dhe Shqipëri do të sjellim indian, tani pyetja është sa. Tash iku India si argument i parë. Ka argumenti i dytë, Filipinet. Ti e morë vesh që kemi prap marrëveshje me Filipinet? Jo, për marrëveshje thjesht shteti Filipinas në Shqipëri. Shteti i Filipineve pas ka vendosur një rregull që marrin përgjegjësi për ardhmën e emigrantëve të vetë në Shqipëri. Fillon të më kuptosh? Që do të thotë, kur vjen emigranti i Filipinas, Shqipëri, qeveria e vet bëhet garant ke qeveria jonë. Dhe ky është marrëveshje veçantë për Shqipërinë. Pra, kemi edhe një projekt të dytë me Filipinas. Pra, kemi edhe një marrëveshje me Filipinet, apo jo? 3. E mori vesh para një javë gjysmë bëri Rama me ukrainasit, hoqi regjimin e vizave dhe të lejes qëndrimit në Shqipëri, ku ukrainasit, ndryshe nga gjithë vendet e tjera të botës, shtesë Ukrainës, ndryshe nga dhe nga amerikanët, kanë të drejtë në rrinë Shqipëri sa të doj kokra e qefit të paktën deri në 2027. Ku çdo shtet as tjetër, italian, gjerman, amerikan, çdo 3 muaj duhet të rinovojnë dokumentat e njoftimit që po rrinë Shqipërisë, dhe s'ri do të po si dhanë të drejtë. Për ukrainasit jo. Çan këta? Filipinas, indian, Amerikë Latine dhe Ukrainë. Janë 4 kategori friendly me judejt. Këtë kam thënë në shtator 2024. Që këta tani do të marrin këta lloj sklevrish që kanë marrëdhënie, pse ka rëndësi marrëdhënia friendly që quhet. Sepse ky koloni nuk duhet të urrehet nga sklavi i tij. Dhe ju e dini shumë mirë që Filipinasit nuk janë musliman, indianët që do vinë këtu jo, Amerika Latinët jo, Ukrainasit jo. Pse ka të bëjë me muslimanë kjo punë?
Ka të bëjë me judeun, jo me musliman. Ka të bëjë me sklavpronarin, jo me sklavin. Sklavpronari ka nevojë për sklever që nuk kanë probleme të. Dhe kjo përcakton se çfarë lloj emigrantësh u duan sklavpronarëve. Kush janë sklavpronarët? E fillon ke tema. Janë 100.000 kolon izraelit që po zhvendosen pak nga pak në Shqipëri dhe janë të tjerë që po zhvendosen në Kipro, ku po blet Kipro greke. Ushtria turke ka dyfishuar numrin e ushtrisë. Ka ushtrinë më të madhe në botë të përqendruar në një rajon që ekziston sot në botë. 200 e ca mijë njerëz në një copë gjys ishullit Kipros. Koncepti i këtyre kolonëve që do vinë në Shqipëri ka të bëjë paraprakisht që po blen një kategori pronash. Blen pallate, nuk blen shtëpia. Ta kuptojmë këtë gjë. Ai nuk vlen blej 5 apartamente, vlen blej gjithë pallatin, gjithë parkimin, të gjithë objektin, të gjithë truallin, të gjithë fushën, të gjithë paketën e maleve. Fiksojmë tash, fillojmë fjalin. Investitori strategjik. Pasi gjithë Shqipëria është për ta. Dhe koncepti i tyre, për informacion që ta keni, zbulohet në shtypin e Jude të Izraelit, ku ke opozita izraelite, mediat e tyre, po lexojnë lajme për eksod. Ç'është eksodi? Po ikin nga Izraeli, një pjesë shumë e madhe, dhe po bëjnë plane zhvendosje për të jetuar diku tjetër. Dhe kjo është arsyeja pse Sorosi krye agjendën e shpopullimit në vitin 92, që të kenë një plan B. E dyta, të kenë një version B. Një plan B dhe një version B. Ç'është plani B dhe ç'është versioni B? Plani B është që çado që të ndodhi në Izrael, kemi ku shkojmë. Jo më ustrehu. Kemi një shtet tjetër që do e kemi. Ç'është versioni B? Po sikur të kemi një shtet pa vrasje palestinezësh, pa raketa, pa bomba, pa mure. Sikur të kemi një territor që e kemi tonin. Dhe aty nuk kemi problem me ushtri, as me armiku. Sepse është tokë free. Është vend bosh dhe shumë herë më i mirë, 1.000.000 herë më i mirë se Izraeli si aspekt geografik, geopolitik, geostrategjik, aspekte natyrore, kushte, klim, që mbas është edhe më i miri në Europë, që mund të jetë dhe kopshti i Edenit. Më ka dhënë një ekran më para, që është kopshti i Edenit. Ç'është kopshti i Edenit? Është ai libri që ka shkruar Fajkonica për Shqipërinë në vitet 20, 1910, Shqipëria kopshti shkëmbori i Europës juglindore, që ka fjalën për kopshtin e Edenit. Shqipëria është Eden. Nuk ka vend më të mirë se Shqipëria në Europë. Nuk ekziston asnjë gjë, asnjë shtet që mund të krahasohet me Shqipërinë. Në kuptimin jo të patriotizmit budalla folklorik, kështu. Jo, teknikisht, statistik. Për territorin që është, aq i vogël sa është, madje bashkë me Kosovën është një kryevepër pastaj, edhe me shqiptarët e Maqedonisë si zonë, ka klim, ka pasuri, ka vend, ka histori, që quhet vend ideal. Nuk gjendet asnjë vend në Europë që mund të ketë krahasim me Shqipërinë. Nuk ekziston. Në kuptim literal fjalës, jo kështu me fantazinë tonë. Pra Shqipëria si e tërë, si territor flas gjithmonë, si e tërë është unike. Po ka dhe një gjë më unike që e bën atë parajs fare. S'ka kush ta mbroj. Se gjithë ikin. Se detyra e mbrojtjes që ti mësoni shqiptarët që jetojmë në ferr, që ditën që mund të hapesh kufiri, të shpëtonin duke shkuar në parajs. Pra, ndërtuan ferrin mbi parajsën, që të na gënjen ne që kjo është ferri. Këtë bëri pastaj Rama në 2013, sepse deri në 2013, nga 90-ta deri në 2013 ishte çështje zgjedhje me ik. Si jetohet këtu, kështu ashtu. Në 2013 ishte me detyrim përcaktim që do ikësh. Sepse ta bëri në atë mënyrë që ti mos kish asnjë shans ta mendoje se mund të jetosh. Po ndërkohë nuk e bëri Rama. Është projekti që u tregova. Dhe ky projekt ka pas një qëllim, që është versioni B i Izraelit. Ç'është versioni B pra? Versioni B të jetosh në vendin më të bukur botës, më të mirë të botës, ta kesh ti të gjithit dhe të mos harxhosh asnjë plumb për këtë punë. Asnjë plumb për këtë punë. Dhe ndërkohë në Izrael ka një kategori të popullsisë krejtësisht të frustruar, krejtësisht pak kënaqur me mënyrën si jetojnë atje, që jetojnë si kafshë psikopatike, që duhet vrasin palestinezë dhe jetojnë gjithkohës në terror të ndër rakete iraniane. Dhe duan të ndërtojnë një Izrael versionit B. Një Izrael që si ka këto probleme. Dhe nëse Rothschildi
shpiku Izraelin aty ku është, që është Palestina. Sorosi shpiku Izraelin e rrit shoqërisë hapur bën pra që është Shqipëria, mund Ballkan. Sepse sa do të veprojnë Kipro ata, janë 200.000 forca turke ke gjysma e Kiprës. Çado që të bëjnë në Greqi ata në ishujt grek, vështirë kanë me grekët. Se janë si ne ata, ju keni parë. Po këtu çado që të bësh me ne e pranoj. Sepse ne jemi dorëzuar si popull.